Balina Bodinaku degeneron Olta Ghijarin, agresive dhe arrogante që arrin deri të sfidoj produksionin. Balina Bodinaku opinionistja e Big Brother ka folur për dy nga banorët më të komentuar të këtij edicioni, Luisin dhe Oltën. Teksa Luisin e quajti lojtarin më të fortë, për Oltën Balina kishte disa vrejtje, duke u shprehur se brenda shtëpisë nuk po tregon personin e qeshur dhe sociale siç është jashtë. Që në fillim kur hyri dhe u përmend emri i saj, e quajtën pretendente kryesore. Olta hyri me qëndrimin e një personi që fitoren e kishte në xhep dhe askush dhe asgjë nuk mund t'ja hiqte. Kush e njeh nga jashtë Oltën e tregon si një vajzë shumë të qeshur, sociale, spontane, gjë që nuk po e shohim në shtëpinë e Big Brother. Po shohim eksaktësisht të kundërtën dhe mendoj se ky tjetërsimi i Oltës brenda shtëpisë mund të vijë dhe nga fakti që ajo është e ndërgjegjshme. Për atë që është një aktore e njohur, shumë mediatike, dhe për këtë arsye ajo meriton çmimin më shumë se kushdo tjetër. Është pikërisht ky besim që mendoj e ka bërë atë të shfaqet agresive dhe arrogante, jo vetëm e banorët brenda shtëpisë, por arrogante dhe sfiduese deri me produksionin, u shpreh Balina.